Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti rikthehet me djellësën, më i dashuruar se kur. Gjesti ka qenë një ndër personazhet më të diskutuar në edicionin e fundit të Bikut, kjo edhe për shkak të kontraditave të tij në pjesën e dashurisë. Herë me Eglin dhe herë ato pikpyetjet që ai krijonte për publiku në lidhje me të shkuarën e vet. Dhe një ndër vajzat që ai i krijoi dhe një dedikim për Shën Valentin ishte pikërisht djellësa, ishte dashura e tij e parë me të cilën kam pasur 5 vite marrëdhënie. Me sa duket, Gjesti është kthyer pikërisht aty ku zemra i kishte mbetur, tek djellësa. Ai shfaqet në fotot e fundit me bukuroshen bjonde nga Kosova dhe duket shumë i lumtur dhe i dashuruar. Nuk e dim nëse Egli do të reagojë në lidhje me këtë situatë apo jo.